Edhe tani ka sensibilitete vërdo. Le të ndjekim një tjetër moment nga fushata e këtij viti. Ja, shikojeni. Japën bufi, bu e bu, japën bufi, bu e bu, unë këmboren do t'atum, unë këmboren do t'atum, plaq në lava, bure për ty nuk ka, plaq në lava, bure për ty nuk ka, kërten bufi tra më tra, kërten bufi tra më tra. Më shumë se që është folur për bufin, i shkënduar dhe ishtë... Po këtë, Enida, si ta komentojmë tani, se dhe kjo është habi e madhe? Jo, kjo nuk është habi, kjo është tipike e vëndit tonë, që kur vjen udhëheci, i thuren lavde, apo i thuren këngë, dhe kemi treguar, ne kemi treguar në 97 që ky popull i këndon të Rapush Xhaferrit. Bigjeshim dhe vijej flak dhe i këndonin atij. Apo diktatorit, Veroxha, imituzve më pas të tij. Problemi është ky që këto, si thua, përfaqësime teatrale skenike janë të dirigjuara normalisht. Nuk është se aty dolën këto 4 gra dhe e bën nga një entuziazëm i madh. Është e dirigjuar për t'i dhënë udhëhecit atë që i pëlqen, pra për ta mbushur me një lloj kënaqësie pak ndryshe, teatrale, sepse i pëlqen. Mirë po çka krijon hilaritet, bën për të qeshur, domethënë edhe njerëzit që e shohin aty në një lloj mënyre, aty në atë subconscien e vet kanë një lloj reagimi. Unë mendoj që shpeshherë bën mirë me këto lloja ma, se kjo është teatrale, të kruton kush ka parë filmat e kohës tonë, po i quaj kështu, 14 vjeç dhëndër është tipike ajo skena kur fillojnë dhe i këndojnë Marigosi i bie jastë, kur fillojnë aty bëjnë atë këngën. Unë mendoj që aty pati në komunikimin jo verbal të tij, ai pati siklet. Dhe me thënë, sikletos, mënyra se si lëvizi nga karrigja. Apo mund tjetë edhe një farë kështu kënaqësie? Jo, aty kishte siklet. Aty kishte një lloj sikleti që si pëlqeu. Të paktën unë e lexoj kështu, por mënyra se si lëvizi nga karrigja, ajo e qeshura, dora, disa gjeste që jo vetëm nuk e priste, çfarë i kishin ofruar, por që nuk ishte ajo që mendonte ai. Ai është shumë i zotin në oratori vet. Këto lloj gjërash më shumë e dëmtojnë se njerëzit merren, komentojnë këtë dhe jo atë. Do të kuptojmë që kryeministri jon ka dëshirë të komentohet ai për mirë apo për keq, jo fenomenet të tjera që krijohen rreth tij. A mos Anisa liderët shqiptar politikës mendojnë që shoqëria shqiptare ka IQ-n që meriton këtë lloj komunikimi? Unë kam frikë që e mendojnë. Unë kam frikë që ata nuk na respektojnë mjaftueshëm dhe nuk e di kur ka qenë hera e fundit që e kanë bërë. Nuk e kam të qartë si mendojnë ata që ndodhin votimet, po dukshëm nuk mendojnë që jemi ne që vendosim, sepse vazhdojnë të sillen në forma të tilla që thjesht garantojnë ato videot që ju pëlqejnë të shohin më vonë veten e tyre, por nuk po mendojnë për më gjatë dhe nuk po mendojnë për atë që do ndodhi në popull. Dhe shqetësimi im më i madh është që edhe ne mendojmë të njëjtën gjë. Edhe ne mendojmë që e meritojmë këtë gjuhë, sepse jemi shumë pak ata që reagojnë, jemi shumë pak ata që mendojmë që kjo nuk është normale. Shumica e popullit, shumica e njerëzve, ndodhe ajo që po thoshte profesori, janë ose totalisht të shkëputur, pra nëse ti i pyet për votimet janë indiferent totalisht dhe mund të pyesin pse kur janë votimet, ose janë në një fazë që thonë kjo gjë dihet si do shkojë, kështu që unë nuk lodhem fare. Kemi dhe ekstremin tjetër pastaj që shkojnë në votime si një detyrë, sepse po nuk votova dhe për një person të caktuar bën në rrezik familjen e gjitha këto. Kështu që përpej tyre që vërtet nuk na vlerësojnë si popull dhe si një fuqi vendimarrëse, edhe ne kemi arritur në të njëjtën pikë që nuk e vlerësojmë veten si fuqi vendimarrëse.